Të nderuar vëllezër besimtar, me qenë se kemi hi në finalen e këtij muaji të bekuar të Ramazanit, jemi veç në fund të fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjendjen e tij, punën e tij e kishte ndryshu dhe e kishte shtu edhe më tepër në 10 ditën e fundit muajit bekuar të Ramazanit. Si çdo herë njeriu kur i afrohet fundi i një punës, gjithmonë është më i zëshëm, është më aktiv, është më produktiv. Edhe gjatë muajit bekuar të Ramazanit, ne duhet jemi më produktiv, duhet jemi ende me shtu kapacitetet tona, veprat tona të mirësisë, punët e mira, gjithçka që ka të bëjë me shpërblime edhe mirësi tek Allahu Gjeleshanu, besimtari duhet të tregohet edhe më i vëmendshëm, edhe më i fokusum, edhe më i përqendrum gjatë këtij 10 ditësh të fundit. Nga se vlera e veprave ka mbet edhe këta 10 ditë të peshohet, edhe të ketë vlerë tek Allahu fuqiplot. Pejgamberi alayhis salam thot: "Kana shidda azrahu." Thot, kur erdhët ditë që i fundit i Ramazanit, nëse e përkthejmë bukfalisht, thot, e ka shtrëngu rrypin. Nën kupton se ju ka përkushtu edhe më shumë ibadetit, edhe veprave të mira, edhe fjalëve të mira, edhe qëndrimeve, në veçanti gjatë 10 ditëve të fundit. Wa ayqadha ahlihi, thot, edhe e ka zgju familjen e vet, e ka vedisu edhe më tepër. I ka thonë, vlerësoni këto ditë që na kanë mbet muajt bekuar të Ramazanit, qoftë me ibadet, qoftë me vepra, qoftë me punë, qoftë me kërkim të riskut, me gjithçka. Pejgamberi alayhis salam i kishte veçu këta ditë e fundit. Mandej thot, ahya lejlehu, edhe e kishte ngjall natën e tij edhe më shumë se sa net e tjera. Çka do thot e kishte ngjall natën e tij? Do thot kishte bërë ibadet, edhe ishte fal, mirë po ai është fal vet. Ai nuk u fal me njerëz, nuk u fal me xhamat. Ai është fal vet. Ai ka fal 2 recate, ai ka fal 4 recate, është ndal, është përqendru aq shumë saqë sahabët e pejgamberit alayhis salam tregojnë kur kanë shku me thirr për namaz të sabahit, se në çfarë gjendje kanë gjetë. Një prej sahabëve tregon, thot se kur shkova me thirr pejgamberin alayhis salam për namaz sabahit, thot e gjeta pejgamberin alayhis salam, thot duke qajt, thot i vlonte gjoksi i tij, sikurse ajo tenxherja e cila kur vlon mbi zarm, mbi shporet, qish dridhet, ashtu thot ju dridhke gjoksi pejgamberit alayhis salam nga të qarat në namaz të natës. Aq i thellum, aq duke mendu, aq shumë duke sodit për krijimtarinë e Allahut Gjeleshanu dhe për të mirat që ja ka dhënë, tha pejgamberi selam, ju doksë kër gjoksi i tij për i del prej venit nga të qarat në namaz të natës. Mirë pa ishte vetë. Njeriu është interesant kur qanë kër është vetë vëllazër, kër është veç ai edhe Allahi, që ato lot janë të bekum, që ato lot janë të pranum, që ato lot janë lot me vlirt edhe peshë të madhe. Njëherë për i thot Aishës radiallahu anha grujes vetë, thot, ja Aisha, dhe rini e të abbedu fi hadhi lejle, rabbi. Oj Aisha, thot, sonte, thot, më letë të qetë, më letë, thot, rahat, du, thot, me i bon ibadet, thot, zotit tim. Du me i bon ibadet, thot, zotit tim. Edhe du mu lutë. Edhe pejgamberi alayhis salam, thot, uskaju, edhe po falet. Gjatë faljes, thot, po kanë. Po qanë, për i shkrejnë lëtë vazhdimisht. Sa që thot, bele lihjetuhu, prej lëtëve që i rrëdhnin duke u falë pejgamberi selam, edhe mjekra e ti, tha, ju lakë prej lëtëve. Mirë për ishte veç vetë, tu falë në dhomën e vetë.
Be tregon se në çfarë gjendje ku ka mërri pejgamberi selam, thot e lagu mjekrën e vet. Mande thot belle hijrehu. Mande thot edhe përeheri ti ju lag prej të kajtëmës. Edhe përeheri, edhe gjunjet e ti ju lagën nga të qajtrat e ti. Mande thot belle erduhu, thot e pam që edhe toka kishte fillu mu lag nga të qajtrat e pejgamberit alayhis salam në namazin e natës që e bante i vetmum në dhomën e vetë. Që që në vllazër, veç pak me mendue se qëfar pozite dhe në qëfar statusi dhe sa ka qenë i ngritër pejgamberi selam, do thot e ka mbush, e ka lag mjekrën e vetë, e ka lag përehrin e vetë, e ka lag tokën e vetë, me lëtët që i kanë rrjedh në namazin e natës, duke u fal i vetmum në dhomën e vetë. Dhe erdh Bilali radiallahu anhu, en yu'dhinehu lis salatil fajr, për me zgju për namaz të sabahit, pejgamberi alayhis salam. Kur erdh edhe e gjet pejgamberin alayhis salam në atë gjendje, duke kajt, që ju kishë lag edhe mjekra, edhe preheri, edhe toka, edhe gjithë shka duke kajt, tha, ja Resul Allah, lime të bëki, tha, pse po qanë i dërguar i Allahot, a nuk ta ka falë Allahot krejt gjënate tuja, gathare ma të katë dhe me min dhembi o ma të ekhare, edhe krejt gjënate që ka do të vinë, thot ti ka falë, thot pse, thot ti ka të shumë për mundën vjetën. Pejgamberi alayhis salam ja dha një përgjigje shumë madhështore, e cila vlen të mbahat men, tha elem ekun abden shekura, a nuk ban thane mu konë rob mirënjohës edhe falendrues i Zotit. Për të mirat që mi ka dhonë, për begatit që mi ka dhonë, thot, a nuk ban mu konë, edhe pse mi ka falë krejt mëkatet edhe krejt gjënat, unë e du, thot, me qenën falendrues edhe mirënjohës ndaj Allahut fuqiplot. Kjo mesazh për neve vllazër, pavarësisht ku kem rrinë, pavarësisht sa kije, lidhjen tonë mos e shkput me Allahun xheleshanu, po bano thot mirënjohës edhe falendërues për të mirat që ti ka dhënë, qoftë nga familja, qoftë nga shëndeti, qoftë nga pasuria, qoftë nga qetësia, nga rahatliku, gjithë të mira vllazër meritojnë që lidhja jonë të jetë e fuqishme me Allahun xheleshanu. Mande i tha Bilalit radiallahu anhu, thot, si mos të qaj, thot, kur në këtë natët më kanë zbrit dhe ajetet Kur'anit, që të regojnë për krijimin e tokës, krejnë për krijimin e ditës, krijimin e natës, se qëfar vlere kanë këto për neve, thot, mjerë ata të cilët nuk i meditojnë. Uejlul lehum, unzilet li, inne fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafi l-lejli wal nehar. Thot, sa shenja të fuqishme ka në krijimin e qieve edhe të tokës, edhe në ndryshimin e natës edhe ditës, që krejt këta janë kompetencat Allahu xheleshanu, e ku mos me kajt unë për këto të mira që ne ka mundësu që te kemi këtë jetë edhe këtë qetësi edhe këtë rahatlik që krejtësisht është i vartë pe Allahut fuqiplot. Andaj vllazër, këto mesazhe le të flenë në zemrat tona edhe në shpirtin tonë. Sa do që të mërim, sa do që të kemi lidhjen e fuqishme, nuk duhet vllazër me shkput. Pse nuk duhet? Tregon një dietar islam, o kon shëtic, ka shëtit na për bot, edhe kish pas vendos me vizitue dikun 100 mbretër. Me shku të vorre, që kanë pas pasuri pa kufi, kanë pas pushtet pa kufi, gjithë shka kanë pas, edhe kish pas vendos me shku të vorre, edhe me thonë se cilit, ku e ki pasurien tonë e sot. Ti mbret që një kohë këtë musliman të mërshën qafë, ku e ki pasurien tonë e sot, ku e ki pushtetin tanë, ku e ki familjen tonë, tha ja banjë këto pyetje të vorre edhe i shkrujke. 100 mbretër i kishte vizitu dhe në fund tha, këreta i gjeta që eshnat e tyre ishin bon dhe askush nuk mu përgjigj në këto pyetje tha që ja bona. Kjo vlen për neve vllazër besimtar. Edhe ne një ditë dikush mundet me na pyet të vorre, ti që pate pushtet, ti që pate pasuri, ti që ishe dikushi me një kohë,
sot je bo dhe i e shkri në tokë dhe nuk ke asgjë në dorë. Dhe ne këta nëse menojmë vllazër, ne e përmirësojmë vetveten tonë edhe e rrismi lidhjen tonë me Allahun fuqiplot. Ajib Rabbuna min rajulaini. Allah thot është shumë i befasum, i mahnitur me dy persona. Mani men vllazër, këta dy persona. I pari thot është rajulun Thare an wataihi wa lihafihi min bejne hibbihi wa ehlihi ila salatihi. Personi i parë është ai person i cili e braktis shtratin e vet, e braktis jargonin e vet, dyshekun e vet, nxehtësien e vet, familjen e vet, yakumu ila salatihi, edhe ngritet e fal namazin e sabahit. Allah i përmahnitet. Çfarë po len e ku po shkon? Vështërsi me mor abdes, vështërsi mu ngrit, ndoshta nuk je mirë me shëndet, ndoshta kije ftofje, ki andh, ki gjithçka, mirë po pelshën atë nxehtësi, pelshën ato të mira, edhe po shkon e pe fal namazin e sabahit. Ja melaike undhuru ila abdi. O ju melaqe, po qëni shka kam tokën e qëfar njerëz kam, qëfar besimtar kam, se melaqet ju ankun Allah të krye njeriun. I tha, e takhluku men yasfiku dima, tha po kryon thanë tokë ato që kanë me derë gjak, edhe kanë mu vra, e kanë me vjedh, e kanë mu ra, e kanë mu bon lëlle konflikti. Allah tha, inni a'lemu ma la ta'lemun, tha unë i di dhe gjona që ka ju nuk i dini, dhe në mesin e tyre kam e pasë robë të mirë, që kanë mi braktis këtë mirat, vetëm u lidh me Allah në Gjeleshanuhu. Rëgjaan lehu, pse e braktis a i shtratin, dyshekin, jargonin, familjen, pse i braktis? Se shpreson në shpërblimin e Allah në gjenet, kur të kthejmë natën e vorrit, kur të ringjallmi te Allah Gjeleshanu, në që ato shpreson, edhe thot ai i braktis krejt. Kime këtë person po mahnit ka Allah Gjeleshanu. Dhe i dyti person thot rajulun gaza fi sabilillah fanhazama ashabu faraja hatta uriqa damuhu ma ashabihi. Edhe personi di që Allah thot është shumë i mahnitur, edhe çuditet. Mahniti i Allahut nuk kupton shpërblime të pakufishme për veprën që e ban, për punën kapitale që e ke bënë. Edhe thot po mahnitet me personin i cili është në vijën e frontit, është duke luftu, është në luft, edhe ju kanë vrarë këtë shokët, ju kanë vrarë këtë shokët e tij. Edhe tash kitë vetëm në fort me shpëtu jetën e ka me hik, edhe kush nuk e ndalë për me hik, për me pështu jetën e vetë edhe mu këthin familje. Po çka ban ki? Nuk e ban këtë, po kthehet të shokët e vetë, edhe vritet, edhe derë gjakun, zbashku me shokët e vetë, edhe nuk i trahton. Allah i thëtë oj me lache, shqyqoni çfarë robi, thëtë kam unë në ftyrën e tokës, thëtë nuk i trahton vijën e frontit, nuk i trahton shokët e vetë, edhe ai dënë mu vra, aty ku janë vra këtë shokët e vetë. O vllazër, ta vesh me analizu në luftën tonë të qëkës, edhe me analizue kjo fjalia, po kjo hadithi për Muhamedit alayhis salam, mund është me shkruajt një libër të tërë për këtë vepër, për shok, për ata të cilët e kanë mbajt njëri tjetrin, e kanë përkrahur njëri tjetrin, po dhe në fund nështë kanë ra edhe dëshmor për këtë vend, edhe kanë ra dëshmor për këtë vej. Vllazër, kur i tregoj këto hadithe une, këto janë hadithe që nuk ju del kur ngjyra dhe boja. Se këto situata veç mujnë me na u përsëritën. Rinia jonë duhet mu edukue me ditë vlerën e atë dheut, duhet me ditë vlerën e uqëkës, duhet me ditë vlerën e kësaj lirije që e kemi, po duhet mu përgadit edhe për matë zezën, duhet mu përgadit edhe për matë keqen, se armikun e kemi të keqë, Serbia është e ligë, është e fleqët, është e pistë, të në të këshijat i ka, e kër e kini armik kështon, duesh me konë shumë i vëmendshëm, duesh me konë shumë i vedishëm, edhe duesh me ditë rrezikun se ku ije. Dhe ne si popull vllazër, këto fjalë për nga Muhamedi alayhis salam, gjithmonë duhet me majt me veti, edhe në shpirt, edhe në zemër. Fatkeqësisht vllazër, këto gjona vetëm na për xhaminja ligjerohen. Shkollat tona janë shumë të varfëra. As që din rinia jonë, as çka është UÇK-ja, ma shumë din
për do ushtri të Indijës, e të Pakistanit, të aneri një jonë, se që atë din ti për UÇK-n, ose din për ata që kanë liftu, ose kanë derë gjak. Kjo në fatkeqësi edhe kombëtare, edhe shoqore, edhe gjithçka vëllazër.